Radio. Shpërthen vokali, po shpërthen edhe mua, ma shpërtheu ylli. Vetëm këngëtarët e dinë që ta shpërtheu ylli. Ku të vajti shpërtheu? Nuk di, domethënë u përplas nëpër këto mure e studios tonë. Në muret po. Edhe me siguri ka shpërthyer edhe ata që po na dëgjojnë në këtë moment e kanë shpërthyer nëpër makinat e tyre. Edhe vini sa po shpërtheu. Vini ja shpërtheu ekranit. Ore vini. Megjithatë Ylli duhet thënë që është një super vokal, super artist. Vetëm se I ka të gjitha këto këngë kështu dramatike me kështu. S'ka një këngë që më shumë happy, me lule shtrydhe. Me lule shtrydhe. Artist është djali mirë. Po, patjetër, respekt deri në maksimum. Patjetër, Farama ne më them mos tham më. Jo, ne mbyllim. Ne vazhdojmë tani. Mos tham më merda, cominciamo. Atëherë Vretje sot dy vretje sot. Sot po përvetsojmë gjuhët e huaja. Jemi mirë, okay. Tani, zonjë zotri, kemi ardhur në një ndër momentet interesant ku artilligjenca Filipe Bale dhe gjilifenca artificiale Dakota Fotoka Motoka. Yep. Momenti ku inteligjenca artificiale bën kryeveprët e saj dhe ne I dërgojmë një prompt që themi një gjë dhe unë sot I kam kërkuar për të bërë poezi me temën hëna dhe ajo e ka bërë. Gjithashtu Cubi, çfarë ke bërë sot ti me ChatGPT përveç faktit që ta ka shpërthyer në darkë? Në fakt, të them të drejtën, unë kërkova një temë me të nxehtin, me këtë të nxehtin përvolues në Shqipëri. Atëherë, zonjë zotëri. Dhe më ka bërë një super poezi. Siç I ka hije këtij emisioni, jemi te rubrika AI. Rubrika AI. Dhe sigurisht kjo rubrikë gjithmonë fillon me Ladies First. Yep. Fillon me atë zërin e saj melodioz, ëmbëlsira e poezive, artistja nga Tepelena, Esmeralda ose Aka Cubi. Ky nxehti afrikan. Në mes të qershorit u përvoluam. Çdo gjë afrikane po përjetojmë. Djersa na rrjedh si lum I vruar. Ky nxehti po thrasi me jehon. Ore, ky nxehti afrikan në Shqipëri ka ardhur për qejf apo për qok? Se na ka tharë si fish të thatë në diell, futemi në ujë, dalim si komposto me moll. As dushi ftohtë nuk më jep shpëtim, Wow. A kolloren e ha me shpejtësi. Ventilatori bën vësh pa pushim dhe ne presim freskinë me padurim. Po shkojmë në plazh, në det të zhytemi, në ujë të ftohta të kripur bashk, ama si do të jetë, veç pak freski duam. Ta shuajmë zjarrin e këtij qershori afrikan. O plak, ky ishte a ka kod ky emisioni apo kjo ishte erotizëm I gjallë më vlla, veni një kod kësaj radio, ju lutem. Po është I nxehti pra, I nxehti po pse do që Ledionit na e çoj emisionin në 2 natës më Cubi? Po ç'jan këto poezi? Me që unë zgjoj në 2 natës, Ledioni thotë t'japim një punë kësaj vajze. Perl, ishte shumë e bukur Cubi. Ishte e bukur në fakt. Për te shakave, ishte vërtet shumë e bukur. Mënyra si ti e ke interpretuar këtë krijim të inteligjencës artificiale e bëri këtë edhe më të bukur. Këto që I dhe rrugës domethënë ishin magji, Vino? Çdo gjë që mund të bëj unë pas kësaj që bëre ti nuk ka vlerë shkot. Jo, absolutisht shkot. Miq, ju lutem. Nuk ka vlerë. Hapni veshët, sepse tani ata kanë hap tjetër gjë. Ku interpretove ti, s'ka hap njëri veshët. Hapni veshët, thot. Atëherë vazhdojmë. Poezia me titull Hëna e krijuar nga ChatGPT për kënaqësinë tuaj dhe tonën së bashku, pa asnjë rregullim. Hëna doli, plot nure dritë. Po su mor vesh kish dal për qef a për kredit. Na pa me sy të rrumbullak kur Xhaxhi Fadili hapi dritarën e bërtiti. Ha mor plak. Në qatit e luli po pije I raki. Ç'a thua ti? Me zë të lartë. Na falo hën për çdo budallallëk.
Ajo u skuq, u turbullua pak kur e pa që komshiu po flinte me çorape dhe pantallona plazh. Qyqa. Te balkonin kat të tretë një çift bënte selfie me filtrin Hëna e vërtet. Ajo e bëri zemër, ai po bënte duck face. Hëna s'mori vesh nëse ishte dasëm në MySpace. 100 lekë drejt saj çdo natë në orën 2. Hëna më shikon thot, ajo është gruaja ime, kuku kiki. Por Hëna qesh, megjithse s'ka gojë, se di që në këtë lagje s'ka gjë që po shkon në rregull. Është njësoj si e lyer me bojë. Oza, Më fal, të beton. Inteligjenca artificiale jotja ChatGPT-ja. Çfarë ka ndodhur? Çfarë ka mos është efekti hënës lule shtrydhe? Vino, ChatGPT-ja me grip. Domethënë, shiko, po s'futa unë çik dorë, domethënë kjo nxjerr idiotësira. Ose kuptova historinë fare dhe më thot. Asus mora vesh gjë. Shi që më thot më pas. Nëse të duhet edhe më performuese, por në skena, po për në TikTok thot, mund ta kthejmë në monolog me zë të ndryshëm për çdo personazh. Thuaj fjalën tënde. Prit të them, qa mendimi ke për Vinin? Qa mendimi? Do bëj një poezi për Vinin tani, e tmerrshme. DJ Vinin. Po. Prit. Vino, kujdes. DJ Vini thot është një nga emrat më të njohur dhe më të qëndrueshëm në skenën e muzikës shqiptare. Jo. Më të qof prit tani. Sidomos në fushën e muzikës urbane dhe elektronike thot. Ja disa mendime të sinqerta për të. Çaflet ti, sinqerta fare. Pikat e forta thot. Shije moderne muzikore. Ora Vino. DJ Vini thot ka ditur gjithmonë të jetë on trend, duke sjell këngët që i përshtaten brezit të ri, por edhe me ritme që nuk humbin identitetin shqiptar. What the fuck? Jo, mos na thuaj. Jo, po e tha i madhi Rama. Ne heshtim. Ka thënë Rama moj. Okej. Tjetra, pika tjetër. Prit se ka prapë për Vinin, no vlla. Një sekond Vin. Bashkëpunimet suksesshme thot. Stili i qartë dhe i dallueshëm thot. Pikat që mund të diskutohen. Pikat me pikpyetje të Vinit. Ndonjëherë i sigurt në formulën e suksesit. Okej. Më shumë prani në media se sa live performance. Ose di për kë vine ka. O Vino, me ty e ka kjo apo? Ti them, o motra, mos e ke gatruar Vinin motra. Tani mos është ndonjë vin tjetër. Cubi është momenti diçka e shumë veçantë, e cila diçka e shumë veçantë? Kryesisht është vetëm për ty. Për mua? Sepse ti ke nevojë. Kam shumë nevojë. Realisht ke nevojë Cube dhe e vëre, ke filluar dhe je rënduar shumë këtë kohë. Po, kështu që publicitet.